Tani, si mund të blem një account tek Funding Pips? Si thash fillimisht duhet bëjmë regjistrimin që e shpjeguam se si mund të regjistrohemi dhe thjesht mund të shkojmë më pas tek dashboardi këtu dhe më pas kur të futemi tek dashboardi do kemi komplet këtë pasqyrën këtu që unë do ja shpjegoj më vonë se çfarë është çfarë përfaqëson secila prej këtyre. Atëherë këtu kemi opsionin për të bler account, pra buy challenge ose plusi këtu që është këtu. Bëjmë buy challenge dhe fillimisht zgjedhim modelin e accountit që u shpjegova në videot e përparshme, one step, two step, zero. Po e bëjmë sikur do blem two step Funding Pips Pro. E zgjedh two step, e zgjedh Funding Pips Pro, e zgjedh do me thënë pjesën në qoftë se do t'i kesh javore apo ditore, do me thënë cikli i tërheqjes. Ditorja normal ka një rregull konsistence ku profiti nuk mund të kaloj 35% e profitit total. Pra nuk mund të kesh tregti fitim 30% të profitit total. Që do me thënë, nëse ti po tërheq $1,000, profitet tënde duhet jenë $350 e poshtë, nuk mund të kesh $500, se nuk tërheq dot. Dhe mira është që mos kesh to rregullat e konsistencës, e zgjedh weekly këtu. Më pas e zgjedhim $50,000 që e shpjeguam. Këtu është se çfarë accounti do të blesh. E zgjedh platformën e tregtimit, MetaTrader 5, po ka edhe MashTrader edhe CTrader. Dhe në qoftë se do të kesh një kupon dhe je për herë të parë, përdor erti çolla dhe merr 20% ulje. Dhe siç e shikoni, kjo është, do me thënë, e bën agree këtu dhe shkon në payments, ku mund të paguash me kripto, debit credit card, me Skrill, Neteller, PaySafe Card, AstroPay, PayPal. E marrim për shembull sikur do paguaj me kripto, tapet ky tabi këtu, e zgjedh për shembull me çfarë do të paguash ti, zakonisht paguhet me Tether, USDT, e zgjedh dhe networkun o Tron o Polygon, Tron për shembull, dhe ta jep adresën me të cilën duhet paguash nga walleti i kriptos, do me thënë që ke, ose nga exchange që ti përdor. E skanon barkodin edhe bën më pas paguan këtë pjesën këtu, $225. Kjo është e gjitha për sa i përket se si të blem një Funding Pips account dhe është shumë e thjesht, gati. Në qoftë se edhe donit për të keni ulje, mos harroni përdorni këtë kodin erti çolla këtu, sepse merrni 20% ulje. Shkojmë në videon e radhës.